Në një atmosferë të mbushur me besime, solidaritet, besimtarët myslimanë në qytetin e Korçës kremtuan festën e shenjtë të Kurban Bayramit, një nga momentet më të rëndësishme të kalendarit islam. Qindra qytetarë u mblodhen që në orët e para të mëngjesit në sheshin përpara xhamisë historike të Ilyas Bej Mirahorit, ku u zhvillua falja e Bayramit dhe u përcollën mesazhet e urimit dhe të dashurisë ndërnjerëzore. Myftinia e Korçës organizoi ceremoninë zyrtare të faljes, e cila u shoqërua me fjalë frymëzuese që nxitën reflektimin mbi vlerat thelbësore të kësaj feste, sakrificën, mëshirën dhe kujdesin për tjetrin. Sot është një festë e madhe për mbar myslimanët e zonës së Korçës dhe për mbar myslimanët në gjithë botën. Është festa Kurban Bayramit. Sot nga xhamia Ilyas Bej Mirahorit në Korçë, sapo mbaruam namazin e Bayramit, nga ky vend ju uroj të gjithë myslimanëve shqiptar kudo që janë në mbar botën gëzuar dhe për shumë vjet Kurban Bayramin. Zoti ja pranoft veprat e mira, sakrificat e tyre dhe kurbanet e tyre. Gëzuar. Në këtë ditë të veçantë, mesazhet që u dhanë nuk u kufizuan vetëm te aspekti fetar, por u zgjeruan me thirrje për paqe dhe harmoni për të gjithë njerëzimin, me një ndjeshmëri të veçantë për popujt që vuajnë nga konfliktet dhe padrejtësitë. Pjesëmarrësit ndan gëzimin e kësaj dite me njëri tjetrin, duke theksuar rëndësinë që ka për ta kjo festë në jetën shpirtërore, familjare dhe komunitare. Sot është festa e Kurban Bayramit, siç e shihim të gjithë sheshi është plot, është ditë gëzimi, ditë harmonie, ditë e përcjelljes së mesazheve pozitive për gjithë secilin nga ne. Unë dua që të bëj një thirrje edhe për popullin palestinez të gjejë paqen e merituar sa më parë, sepse të gjithë duhet të jetojmë në paqe, në harmoni, në dashuri, në pozitivitet me njëri tjetrin dhe të përcjellim sa më shumë dashuri. Kjo ditë simbolizon Kurban Bayramin, një festë e cila shpjegohet me profetin Ibrahim, i cili sakrifikoi djalin e tij Ismailin për kurban, ka shi bindjes ndaj Zotit, dhe ai donte ta sakrifikonte për kurban. Ndërkohë bindja e tij tek Zoti ishte shumë e lartë dhe Zoti i zbriti atij një dash për ta bërë kurban për shkak të sakrificës dhe bindjes së tij. Kështu që kjo festë simbolizon Kurban Bayramin. Të gjithë besimtarët që kanë mundësi kanë bërë kurban dhe do bëjnë kurbane sot. Është një mirësi e cila transmetohet tek të gjithë besimtarët. Një vend të veçantë në këtë ditë zënë edhe gratë besimtare, të cilat shprehen mirënjohjen dhe gëzimin që ndajnë me familjet e tyre. Ato theksuan se kjo festë përfaqëson një moment falënderimi për të gjitha të mirat dhe një mundësi për t'u afruar më shumë me Zotin përmes lutjes dhe besimit të sinqertë. Besimtarëve t'ju urojmë gëzuar, vit të mbar, sukses dhe dashuri, gëzim në përjetësi. I falimderit o Zot të na fali nga do që shkojmë, të na japi shëndet edhe të na bekoj kudo që të vëmë. Sot besimtarët musliman festojnë festën e Kurban Bayramit. Në këtë ditë shënuar dua të bëj një urim për gjithë shqiptarët, gëzuar për shumë vjet festën e Kurban Bayramit. Sot është ditë e Kurban Bayramit. Të gjithë besimtarët musliman festojnë paqe dhe lumturi në familjet e tyre dhe gjithë të mira në këtë jetë. Kurban Bayrami nuk është vetëm një ditë feste, por një ditë që përçon mesazhe të forta për shoqërinë. Të kujdesemi për njëri tjetrin, të ndihmojmë ata që kanë më pak, të falim dhe të ndërtojmë ura mirëkuptimi. Në shumë familje myslimane të Korçës, u therr kurbani duke ndarë mishin me fqinje të afërmit dhe njerëzit në nevojë, një akt simbolik që shpreh shpirtin e vërtetë të kësaj dite.